Rreshjet e rëna me intensitet gjatë ditëve të fundit kanë sjellë dhe problematika thuajse në të gjithë qarkun e Vlorës. Momentalisht ndodhem në aksin Kuq-Qeparo, ku siç shihet mbrapa krave të mi, rruga ka pasur dëmtime në një pjesë të saj. Si pasojë edhe e rrëshqitjes së derave, ka bërë që rruga të pse ulje, duke sjellë vështirësi edhe në qarkullimin e automjeteve. Rruga e Lumit të Vlorës, e cila do të lehtësonte trafikun dhe sidomos në sezonin e verës apo edhe të gjitha automjetet të cilat qarkullojnë nga bashkia e Selenicës në drejtim të Himarës apo edhe më në jug, duket që do të jetë disi problematike për një periudhë kohe. Megjithatë, autoritetet janë lajmëruar për rikuperimin e aksit të dëmtuar dhe kthimin në normalitet të kësaj rruge. Moti i keq i ditëve të fundit e shoqëruar me rreshje intensive shiu ka sjellë probleme në gjithë qarkun e Vlorës. Rreshjet e dendura kanë shkaktuar rrëshqitje dherash në disa zona, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe rrezik për banorët. Një nga akset ku janë evidentuar problematika është dhe segmenti rrugor Kuq-Qeparo, ku në një pjesë të tij janë konstatuar çarje të konsiderueshme të asfaltit si dhe rrëshqitje të trupit të rrugës. Situata ka vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe ka rritur rrezikun për drejtuesit e mjeteve që kalojnë në këtë aks rrugor. Ky segment është mjaft i rëndësishëm pasi lidh zonën e Lumit të Vlorës me Bregdetin e jugut të vendit, duke shërbyer si ndër akset kryesore për qarkullimin lokal dhe turistik. Dëmtimi i tij ka sjellë probleme të ndjeshme për banorët dhe kryesisht për drejtuesit e automjeteve. Megjithatë, sipas informacioneve, mësohet se autoritetet përkatëse janë njoftuar dhe pritet tashmë ndërhyrje emergjente për stabilizimin e situatës. Ekziston rreziku që nëse rreshjet vijojnë, dëmtimet të rrapen edhe në pjesë të tjera të këtij aksit të rëndësishëm rrugor, ndaj pritet që ndërhyrja të jetë e menjëhershme.